Mirë se vini në podcastin për shtjellim. Jetojmë në kora interesante, thot një shprehje e vjetër kineze. Epoka e trazirave quante dikur ish guvernatori i Fedit në Shtetet Bashkuara të Amerikës Alan Greenspan. Në këto kora natyrisht është e vështirë të gjesh ata polimathët modern, të cilët kontributin e tyre publike japin në një sër fushash, dhe natyrisht ana tjetër e medaljes është ajo që Karl Marx quante dikur, që specializimi ngushtë pjell idiotësi profesionale. Por sot kam fatin e nderin të kem në studio të ftuar një mik të vjetër, i cili hyn te këta intelektual publik, zëri i cilëve është i rrallë gjithmonë më tepër në vendin ton, por natyrisht me shumë impakt për sa i përket qoftë politikave publike, qoftë zgjidhjeve të ngërçeve politike aty ku është e mundur si kontribut intelektual, apo në dëme të tjera të mendimit, siç janë filozofia politike dhe letërsia. Ermara Simia, mirë se erdhe. Ka shumë gjëra të mira sa thete, gati po kthesha kokën mos ke ftuar në njëri tjetër. Faleminderit, mirë se të gjeta. Unë dua ta filloja me një farë mënyrë elefantin në dom, për ajo për cilët ju jeni më tepër i njohur në momentet e tanishme, natyrisht pa neglizhuar kontributin tuaj të mëparshëm, që është pikërisht krijimi i forumit dialogut politik, një iniciativë qytetare, civile, intelektuale, e cila mundohet të ndërmjetësoj për të themi jo zgjidhjen e ngërçit politik per se, por të krijojë edhe një përbashkim të faktorëve të djathtë. Mund të na thoni diçka më tepër në lidhje me këtë nismë dhe suksesin që ka pasur deri tani? Po, jemi një grup miq, të gjithë janë të djathtë, të gjithë janë opozitarë, qëndrimet e veta prej gjithmonë. Por të pa afiliuar në parti politike, pra asnjëri nga ne nuk është antar në një partie politike, asnjëri nga ne nuk ka qenë ndonjëherë majtas. Në Shqipëri ka shumë lëvizje si këto merkatot e kalças, dhe ne kemi konstatuar që partitë e opozitës sot, qendër po dhe djathtas, kanë fakt të njëjtat objektiva. Duan natyrisht një qeveri të re, duan zgjedhje të lira dhe të ndershme, duan mbështetjen e sistemit drejtësisë e tjerë. Dhe duke parë që kanë të njëjtat objektiva, ne shikojmë që nuk bëheshin me njëri tjetrin. Edhe kur organizojnë tryeza, për shembull, bëjnë ftesa në njëri tjetrin, por nuk shkojnë asnjëherë. Kështu që për të lehtësuar këtë lloj bashkëpunimi, vendosëm që të krijojmë këtë iniciativë për forumin e dialogut politik, në mënyrë që ta marrim ne përsipër këtë rolin e ndërmjetësit të bashkëpunimit, meqense është shumë më e lehtë dhe për partitë që të vinë tek tryeza jonë se sa të shkojnë njëri tjetrit në tryezat e veta. Duke u nisur nga objektivat e përbashkëta që kanë. Kemi organizuar tryezën e parë, para një muaji u shpall nisma, mori goxha vëmendje publike nëpër televizione, nëpër internet, dhe në tryezën e parë ne kishim Partinë Demokratike dhe aleatët e vet tradicional, kishim edhe 2-3 parti tjera të djathta që kanë qenë në fakt edhe në konflikt me PD-n në vitet e fundit, edhe Lëvizja Diaspora për Shqipërinë e Lirë, që është një aktor i ri politik. Dhe arritëm të dalim me 5 çështje kryesore aty, me kërkesën për një qeveri kujdestare, e cila do të bënte të mundur pikërisht shmangjen e problemeve që kanë pasur zgjedhjet e kaluara, konstatuara edhe nga ndërkombëtarët, një thirrje për protesta për të realizuar këtë kërkesë, midis të tjerash, mbështetjen e sistemit drejtësisë, një qëndrim të unifikuar për një kod të ri zgjedhor, më përfaqësues se sa ai që kemi. Dhe natyrisht edhe kundërshtimin e nismave të qeverisë për ndryshime ligjore që do të sillnin pa aftësimin e sistemit drejtësisë. Kështu që një element të parë kemi, ne mendojmë që brenda një viti do të jemi në gjendje që t'i mbledhim në tryezë të gjitha partitë opozitare. Tani zgjidhja e mosmarrëveshjeve në një anë i ka rrënjët të burimi i tyre. Keni vrarë ndonjëherë mendjen pse ka kaq shumë parti të djathta në Shqipëri, apo fraksione, apo organizmat, themi, si Shqipëria për Diasporën e Lirë nuk është një parti politike, po është një organizëm i cili natyrisht pavarësisht përpjekjes për të garantuar përfshirjen e diasporës, anon djathtas. Themi, ndërkohë që e majta shfaqet si monolite. Pra me përjashtim të Partisë Social-Demokrate, që buron një traditë e hershme me përfaqësues Musin e Kokalari e tjerë dhe si vetëm përfaqësuan parlamentin e Shqipërisë. Dhe që sot s'ka më të njëjtën lidhje me social-demokracinë. E djathta na shfaqet Laramane. Pra si shpjegoni si politolog? Është dhe çështje tradite, e majta në paraardhësia vetë Partia Punës, ja doli që të krijonte një blok monolitik, që gjatë luftës 2 botërore. Dhe
përmes asaj lufte civile që u zhvillua në Shqipëri, nuk ishte thjesht luftë kundër elementeve nacionalist, demokrat, liberal e tjerë, por edhe brenda llojit vet, duke zhdukur, duke hequr qafë gjithë ata që ishin përfaqësuesit e së doktrinare dhe që eventualisht mund të zinin rrugën marksist-leninistëve shqiptar të kohës, të udhëhequr nga jugoslavët në atë kohë. Kështu që ajo traditë ka ekzistuar,